Në këtë video do t'ju flas për një çështje të cilën e kam hasur shpesh në komentet e rrjeteve të mia sociale, në TikTok, Facebook, Instagram dhe së fundmi edhe këtu në YouTube. Pyetja që unë do t'i jap përgjigje të detajuar është: tani që shënohen kilometrat në kolaudim apo nga kontrolli teknik, nuk mund t'i ulim më. Por çfarë ndodh? Në vendin ton u aplikua kontrolli teknik si në disa vende të tjera të Evropës dhe kontrolli teknik i mjeteve në Shqipëri është bërë i detyrueshëm dhe çdo 24 muaj apo 2 vjet për automjetet e kategorisë M1, automjetet të cilat shkojnë deri në 8 pasagjer, që janë të regjistruara për herë të parë pas datës 23 dhjetor të vitit 2020. Ky ndryshim është pjesë e reformës në Kodin Rrugor të Shqipërisë, e cila ka hyrë në fuqi nga 1 janari i vitit 2021. Realisht, unë kam qenë kundra kësaj reforme për disa arsye. E para sepse ne kemi një flotë të amortizuar të mjeteve për shkak se në vendin ton hyjnë makina që nuk marrin njësoj kontroll si në vendet e Bashkimit të Evropës, çka e rrit mundësinë që rrugët tona të jenë më pak të sigurta dhe shqiptarët mund të zhdoganojnë një makinë që nuk ka asnjë lloj dokumenti i cili vërteton historikun e makinës. Mund të zhdoganojnë një makinë me dëmtime serioze, një makinë me motor të prishur, apo edhe një makinë me një kroskot që nuk ka asnjë dritë të ndezur e jo më të shënojnë ndonjë numër kilometrik. Dhe kjo makinë nesër pas riparimeve të nevojshme del në rrugë dhe askush nuk mban përgjegjësi për sigurinë e saj. E dyta lidhet me faktin se nuk kemi infrastrukturën e nevojshme dhe edukatën apo kulturën njerëzore për të mirëmbajtur mjetin. Ne shkojmë te doktori kur na dhëm koka apo kur kemi një shqetësim serioz. Njësoj edhe me makinat. E treta ka të bëjë me cilësinë e pjesëve të këmbimit apo të mirëmbajtjes dhe pse jo me aftësinë e serviseve që guxojnë të fusin duart edhe aty ku nuk dinë. Ju e keni vënë në re që në treg mund të gjeni edhe produkte apo pjesë këmbimi që kushtojnë 3, 4 deri në 5 euro. Imagjinoni pak se çfarë cilësie ka ai produkt nëse llogarisni kostot e prodhimit, transportit, doganës dhe përfitimi i tregtarit me pakicë. Dhe këtu vim tek përgjigjja konkrete e pyetjes. Ta zëm se unë kam importuar një makinë nga jashtë Shqipërisë dhe makina që unë po sjell nuk ka asnjë të dhënë për sa i përket kilometrave real të saj, të cilën unë kam zgjedhur ta blej dhe ta zhdoganoj për ta futur më pas në tregun vendas. Pasi kam kryer të gjitha procedurat ligjore dhe pasi e kam targuar për herë të parë në Republikën e Shqipërisë, mjeti duhet i nënshtrohet edhe kontrollit teknik dhe nëse ky mjet është kundrejt të gjitha rregullave dhe parametrave të qarkullimit, në certifikatën e kontrollit të drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor shënohen kilometrat që sheh në kroskot. Pasi edhe vetë kjo drejtori nuk ka të dhëna të tjera ashtu si kundër edhe unë. Ta zëm se makina ime ka 200.000 kilometra dhe këtë e marrim të mirëqen. Mesatarisht, unë përshkoj më shumë ose rreth 40 deri në 50.000 kilometra në vit. Këtu qëndro. Mundësia për abuzim në këtë rast është shumë e lartë. Nëse unë e përdor këtë makinë në rastin më të mirë vetëm për përdorim personal, përpara se të shkoj të bëj kontrollin teknik të radhës pas 2 vjetësh pra, mund ta çoj kilometrazhin e makinës aq sa mua ma merr mendja, por jo më pak se 200.000 kilometra, aq sa janë regjistruar edhe në kontrollin e mëhershëm. Jam i bindur se shumë njerëz do të mërziten nga ky argument, shumë do të mshajnë dhe shumë të tjerë do thonë ku merr vesh ti. Të gjitha këto nuk kanë rëndësi, por e rëndësishme është që të merrni informacionin e duhur dhe të dëgjosh diçka ndryshe, por të vërtet. Prandaj beso dhe kontrollo. Nuk ka asnjë problem nëse nuk i bëni like dhe subscribe këtij mesazhi, por të paktën shpërndajeni që askush nga ju të mos vijojë të hajë sapunin për djathtë.